për tu habit, janë habit ca ndjekës të mit, edhe miq ose edhe të ndryshëm, pse kam bëu një status për fitoren e Mamdanit në Amerikë. Ajo është një ngjarje jashtëzakonshme. Dhe duhet ta dini që unë jam i djathtë vet, jam për familjen, jam për të djathtën, pyetën gjithmonë pranaj shkruaj, po dhe ju që jeni shkënjy tani si gjaja, pas kam folur frit majt. Mësojeni që unë mes një radikalit majt dhe një socialdemokrati, unë preferoj gjithmonë radikalin e majt. Nuk ka rrym hipokrite, rrym më hipokrite politike në botë se socialdemokracia nuk ka. Më mirë një ekstremist i djathtë, një ekstremist i majt, se sa këta që rrinë mes ta sa ne as ne, se këta i kanë pononën në botës deri tash. Kështu që kjo është arsyeja, me djathtën jam unë, po Mamdani ka bërë fitore spektakolare dhe ja futi dhe Bjondit, kështu duhet, kështu është demokracia në fakt. Nuk duhet i ketë Bjondit gjithë, duhet t'i thëjnë unën edhe Bjondit dikush atje, se kështu balancohet demokracia. Ju keni koncepte tjera për demokraci, nuk është faji im të që s'kam çau bëj.